Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Quhem Marian dhe jam 50 vjeç. Në jetën time kam takuar shumë njerëz të ndryshëm. Kam punuar në disa vende, kam udhëtuar në qytete të ndryshme dhe mendoja se me kalimin e viteve kisha mësuar të kuptoja njerëzit shumë shpejt. Por shpesh më mjaftonte një bisedë e shkurtër ose një vështrim për të krijuar një ide për dikë. Një ngjarje e zakonshme që më ndodhi një pasdite disa muaj më parë më bëri të kuptoj se ndonjëherë paragjykimet tona janë shumë më të forta se sa realiteti. Ishte një pasdite e zakonshme kur po udhëtoja me autobus drejt qendrës së Tiranës. Kisha disa punë për të kryer dhe vendosa të përdor transportin publik sepse ishte më i shpejt në atë orë. Autobusi ishte pothuajse plot. Disa njerëz po flisnin në telefon, disa të tjerë po shikonin nga dritarja në heshtje. Unë ula pranë dritares dhe po shikoja rrugën ndërsa autobusi ndalonte në çdo stacion. Pas disa minutash në një ndalesë hipi një grua që më tërhoqi vëmendjen. Ajo ishte mbuluar me shami dhe kishte një veshje shumë modeste. Lëvizjet e saj ishin të qeta dhe dukej shumë e përmbajtur. Pasi pa për disa sekonda rreth autobusit, erdhi dhe ul në vendin bosh pranë meje. Në fillim nuk folëm fare. Unë vazhdova të shikoja nga dritarja dhe ajo mbante në dorë një çantë të vogël dhe një libër. Pas pak minutash ajo u rikthye nga unë dhe më pyeti me shumë mirësjellje. Më falni, a ndalon ky autobus te stacioni i bibliotekës? Zëri i saj ishte shumë i qetë dhe i sjellshëm. Po, duhen dhe 2 ndalesa më tej, i thash. Ajo më falenderoi dhe për disa sekonda u kthye përsëri te libri që mbante në dorë. Nuk e di pse, por më bëri përshtypje libri. Ishte një libër i trashë dhe dukej si një botim i vjetër historie. Pas pak e pyeta, a është interesant ai libër? Ajo ngriti sytë dhe buzëqeshi. Po, shumë, flet për historinë e qyteteve të vjetra në Ballkan. Kjo më bëri shumë kurioz. Filluam të flisnim pak nga pak dhe biseda jonë u bë gjithnjë më interesante. Ajo më tregoi se studionte histori dhe se kishte një interes të madh për arkivat dhe librat e vjetër. Shpesh shkonte në bibliotekë për të kërkuar materiale për studimet e saj. Sa më shumë flisnim, aq më shumë kuptoja se ajo ishte një person shumë i ditur dhe shumë i qetë në mënyrën si shpjegonte gjërat. Më tregoi për disa vende historike që kishte vizituar dhe për disa dokumente të vjetra që kishte gjetur në arkiva. Në një moment e gjeta veten duke menduar diçka që më bëri të ndihem në siklet. Para se të fillonin bisedën, në mendjen time kisha krijuar një ide vetëm nga mënyra se si ajo ishte veshur. Pa e kuptuar, kisha bërë një paragjykim, por ndërsa biseda vazhdonte, kuptova se sa gabim mund të jetë ndonjëherë gjykimi i parë. Ajo ishte një person shumë interesant për të bërë bisedë. Në një moment më tha diçka që më mbeti gjatë në mendje. Njerëzit shpesh mendojnë se e kuptojnë tjetrin vetëm duke e parë nga jashtë, por historia na mëson se çdo njeri ka një botë të tërë për brenda. Këto fjalë më bën të mendoj për disa sekonda. Autobusi po afrohej te ndalesa tjetër. Kur u ngrit për të zbritur, ajo u kthye nga unë dhe më tha: "Faleminderit për bisedën. Është gjithmonë bukur kur takon njerëz me të cilët mund të flasësh për gjëra interesante." Unë i buzëqesha dhe i urova një ditë të mbar. Ajo zbriti nga autobusi dhe u largua drejt rrugës së bibliotekës. Mbeta ulur pranë dritares duke menduar për atë takim të shkurtër. Ndoshta për dikë tjetër ishte vetëm një bisedë e zakonshme, por për mua ishte diçka më shumë. Më bëri të kuptoj se sa shpesh njerëzit krijojnë mendime për të tjerët pa i njohur fare. Ne shohim mënyrën si vishen, si flasin ose nga vinë dhe menjëherë krijojmë një histori në mendjen tonë. Por e vërteta është se çdo njeri ka një histori shumë më të thellë se sa ajo që ne shohim në sipërfaqe. Që nga ajo ditë përpiqem të jem më i kujdesshëm para se të gjykoj dikë. Ndonjëherë një bisedë e thjeshtë me një të panjohur mund të mësoj më shumë për jetën se sa mendon. Dhe ndonjëherë njerëzit që mendon se i kupton menjëherë janë pikërisht ata që të surprizojnë më shumë.